Si të largoni kapslëkun, fryrjen dhe gazat brenda 1 minute sipas kësaj teknike. Përpara se të fillojmë me videon, na bëni subscribe. Kapslëku është një gjendje shumë e dhimbshme e trupit dhe ju bën të ndiheni të fryrë, por ka mënyra për të kuruar kapslëkun me gjërat që ndoshta keni në shtëpinë tuaj. Sodë buke dhe ujë të ngrohtë. Miksoni një lugë çaji sodë buke me një çerek fixhani me ujë të ngrohtë. Kjo do të lehtësojë dhimbjen e kapslëkut dhe do t'ju bëjë të ndiheni të çliruar. Hidratohuni. Duke qenë të hidratuar, mund të anashkaloni kapslëkun. Thuhet se pirja e ujit të gazuar bën mirë. Pasi ju hidraton dhe karboni bën mirë për të shtyrë mbetje drejt daljes. Ndaloni së ngrëni bulmet, ushqimet si djati, akulloret, qumështi dhe produktet e tjera të qumështit mund të shkaktojnë kapslëk. Eliminimi ose reduktimi i qumështit mund të ndihmojë në lehtësimin e kapslëkut. Lëvizni më shumë. Aktiviteti fizik është i mirë për shëndetin tonë në përgjithësi. Gjithashtu mund të ndihmojë me kapslëkun. Ka dhe ushtrime të caktuara ose yoga që ju mund të bëni për t'ju ndihmuar me kapslëkun. Pini kafeinë. Pirja e kafeinës mund t'ju ndihmojë të çliroheni. Kafeja stimulon muskujt në sistemin tuaj të tretjes. Ajo përmban sasi të vogla të fibrave të tretshme që ndihmojnë për të përmirësuar ekuilibrin e baktereve të zorrëve. Ju ftojmë që të klikoni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona të fundit. Faleminderit.